Ja se godita dhe e merr vestë. Shikoj tani. Ne para na shtrindem mësuesit në tokë. Edhe jo në këtë edukat, jo në këtë edukat. Jo. Një edukat e shturur. Ka rrahur në njërë mësuesi? Mu? Po. Një shqipje nërë, një rinie me fjalë, jo pëlqyer. Rini, jo pëlqyer. Unë që shikoj për ditë, djoj për ditë, sa s'ka rapë të po çdo ditë tu ishtë miting, se vitë. Nuk është ma ajo rini që ka qenë, ajo edukat që ka qenë. Ti vetë, rinia sot po largohet? Të lutem, jena shqyë që largohet. Pse largohet? Ekonomia, mbase për jetë më të mirë. Ti vetë je penduar që si larguar? Jo, se penduar fare. Jo. Po vajzën pse çove në Itali? Se u fiua dhe e mori fiur, ishte detyruar. Po. Por ajo me zemër do kishte qëndruar këtu. Kush të qëndron më afër, një vajzë apo një djalë? Se thonë që vajzat janë bekim. Jo. Ajo varet nga origjina e familjes. Nuk varet dhe lesë që thonë, djalit len rrugë, jo. Ajo është kulturë. Nëse kemi të bajmë me një kulturë, se kultura varet nga familja, sot thonë që e varet nga shoqëria, unë nuk e them këtë, kultura gjithmonë varet nga familja, nuk varet nga shoqëria, ai që ka mbajnë kokë varet nga familja. Andaj që nëse kemi djem që ja kalojnë vajzave. 100 milion herë, jo 100 herë, po 100 milion herë. Po kemi dhe vajza që thomë që s'kemi që dumë djem. Se ka nga ta që thonë, o babe, du 5.000 lekë më sot. S'ka mu, thotë e, pak s'ka. O lekë, thotë e, ose di qka të ba. A ishtë nuk ishtë djallë. A ishtë jakë madhë. Si ke quajtur? Vajzat, si u ke vendosë emrat? Një është Emiliana, ishtë në Greqi, Resilda dhe Eva Diola, ishtë në Itali. Çfarë moshe kanë? Ajo është, si ka moshë 30, kjo 27, ajo tjetra 25 vjeqe. Ti e bërë gjysh? Po. Je bërë dhe gjysh? Po, kam 4 quna ajo. Ajo më madhe. E madhe, ja? Po, 4 quna. Të merë malli për to? Po ka majte? Po, që pytis më. Më ngre dheu, e. Kër e shikojnë televizor, më ngre dheu. Në malli gjyshe. Keni dyrë këngën e Vaçës Elis, jo këngën e gjyshes? Të ngrenë qimet të pjetë. Qëse mu më ngrenë qimet kohë. Ma këndo pak. Ma këndo. S'këndoj të të mamë. Pak, fare. Pak. Jo, edukat muzikë. Në cilin si... Po, ka qenë shkollë këtu. Këtu në Kashare, e? Po, fshati ka qenë brenda, vëlla. Nuk ka pas fshat ati, ka qenë brenda fshati. Ka qenë këtu ku është rezervuari? Po, ishtë transferu fshati Shqipë. Në 85-ën, po, ka qenë brenda fshati. Kujt i ka dhënë mësim Vaçezela? Vaçezela ka dhënë mësim nga datlinës... Vajzave të tua u ka dhënë? Jo. Datlinës 28-50. Logaritë, fjallë, para, mos gaboj, 7 vitve, shujbje, po. Wow, kur e ti për herë të parë live duke kënduar? Në për koncertet, me fjallë, edhe kur ishte... Që shkallu e ti, se mos gëdet makinë. Ja. Se harroj shumë. Jo, për Vaçezelën, po më thoje. Kur e ke parë për herë të parë live duke kënduar? Nuk kujtohet. Së të kujtohet? Nuk kujtohet. Unë e një kështu në... Te tubi, ku vjen puna, me fjellë që... Cila është kënga jote e preferuar nga Vaçe? Kënga gjyshes. Po ma këndo pra pak këngë me gjyshes? Po pak fare. Përse ti rrallë, do t'i dishe rrallë vargjet. Do t'a dishe rrallë, po pak o? Po se ti e gjatë mësore, po që me pëlqenë, me fjellë. Po ti e digjon për herë atë, si mos më thuaj muaj që si atë di këngën. Ja, të lutëm. Ta luaj unë pak atër, me që ti e. Ja, shuaj më se gati. Ta luaj unë. Ti u plake thaj edhe u thinje, kështu? Kështu e fillon? Ti u plake edhe u thinje.